Presidenti Zelensky la të kuptojë se Shtetet e Bashkuara duhet të kapnin Vladimir Putinin, ashtu siç kapën presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro. Kur gazetarët në Kiev e pyetën presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për operacionin kundër Maduros, ai nuk përmendi emra, por mesazhi ishte i qartë. Nëse është e mundur të merresh me diktatorët në atë mënyrë, atëherë Shtetet e Bashkuara e dinë shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë më pas. Kjo deklaratë u interpretua gjërësisht si një referencë e fshehur ndaj Vladimir Putinit në mes të luftës në Ukrainë. Por kur gazetarët e pyetën drejt për drejt presidentin Donald Trump, nëse do të konsideronte një operacion stil Maduro kundër Putinit, ai e mohoi menjëherë. Nuk mendoj se do të jetë nevojshme, tha Trump, duke këmbëngulur se Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të mirë me liderin rus. Por para se ta mbyllim, pyete veten: a është e mundur një kapje në stilin e Venezuelës? Në territorin e Rusisë, në Caracas, forcat amerikane ndërhyn dhe arrestuan Nicolas Maduron, një udhëheqës të një vendi pa armë bërthamore dhe me kapacitete të kufizuara ushtarake. Tani krahasoje këtë me Rusinë, një shtet që ka arsenalin më të madh bërthamor në tokë. A është bota vërtet gati të trajtojë Putinin në të njëjtën mënyrë si Maduron? Apo është një pyetje shumë e rrezikshme për t'u kthyer në veprim?